Luftës ndaj korrupsionit kjo është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme për faktin që ne dim se sa seriozisht e ka pas kjo qeveri luftën kundër korrupsionit, duke pas parasysh faktin që vetë aktorët qeveritar janë dalë edhe me deklarata publike i kanë mbrojtë edhe të akuzuarit, siç ka qenë rasti zotërit Krasniqi në Kekë, po ashtu edhe raste shumë të tjera të cilat janë duke u gjykuar dhe kemi pas deklarata edhe nga vetë kryeministri ku edhe janë mbrojtë ata, po ashtu kjo çështje e tillë, kjo patjetër që mund të konsiderohet edhe... Kemi një kryeministër që nuk i përgjigjet prokurorisë patjetër që po kjo është një prej arsyeve. Për aferën më të madhe korruptive që kemi njohur deri më sot në Kosovë. Rastin e rezervave, po ashtu është edhe çështja tjetër e gjykatës supreme dhe vendimit të saj që mos kalon edhe ajo pa u përmendur, ku gjykata supreme ka konstatuar, ka vërtetuar që mbajtja e depozitave është e jashtëligjshme, ndërsa këta kanë vazhduar dhe i kanë mbajtur ato depozite jashtëligjshme duke marrë edhe vendime, gjë që është jashtëzakonisht e dëmshme për sundimin e ligjit, e po ashtu tash duke analizuar këto programet, Instituti i Kosovës për Drejtësi nesër do ta bëj publikimin e një raporti ku i kemi analizuar ashtu përgjithsisht programet e partive politike apo ofertat e partive politike drejtuar qytetarëve të Republikës së Kosovës në lidhje me zgjedhjet e 28 dhjetorit, ku atë mund të themi që Instituti i Kosovës për Drejtësi pra i ka bërë ose i ka analizuar dy shtyllat kryesore që ka ekspertizën e to, qeverisjen e mirë dhe sundimin e ligjit, gjë që për të dyja mund të themi që tek qeverisja e mirë komplet ashtu përgjithsisht në krejt të gjitha programet politike është ndoshta një përparësi pak më e madhe ose është punuar pak më mirë se sa në sundimin e ligjit. Në sundimin e ligjit ka një ngecje jashtëzakonisht e madhe. Ato çalimet të cilat gjithat partitë i kanë bërë në programet e tyre tash ose në ofertat e tyre për zgjedhjet e 28 dhjetorit është konkretësia apo mungesa për shembull e afateve se kur do të arrihen, mungesa e një strategjisë se si do të arrihen ato premtimet të cilat i kanë dhënë. Për shembull të ndalemi tek lëvizjat e vendosje komplet për drejtësi e ka vetëm një faqe ku atë ka edhe gjëra jashtëzakonisht edhe kontradiktore. Për shembull është edhe rasti ku thuhet që do ta bëjmë edhe një prokurori speciale përderisa prokuroria speciale vetë se ekziston. Ishte premtimi përsëritur edhe sonte nga zëvendës ministri në detyrë Çorolli, i cili tha se do ta bëjnë një prokurori speciale për të luftuar korrupsionin. Po ashtu çështja vettingut. Pse do të ishte problem kjo? Mund të flasim pak pse si premtim në vetvete paraqet problem? Përja dhe një prokurorie paralele. Për arsye që prokuroria speciale vetë se ekziston e mandej nuk është e logjikshme pasja edhe një prokurorie tjetër speciale, kështu që një gjë e tillë është jashtëzakonisht kontradiktore dhe se nëse konsiderojnë që prokuroria speciale është e nevojshme, atëherë duhet që të fokusohen në forcimin e kapaciteteve të kësaj prokurorie speciale, jo të kërkojnë një tjetër ose diçka e tillë. Për shembull është çështja edhe tek nuk është se po i dëgjojmë shumë në të vërtetë të premtojnë luftë kundër korrupsionit. Premtimet e partive në fushat janë përqendruar, kush po jep shifra më të larta për rritjen e pagave, kush do krijojë më shumë mirëqenie ekonomike. Këto pra janë kryesisht ato që i dëgjojmë. Nuk kemi dëgjuar shumë të përmendin luftën kundër korrupsionit, sundimin e ligjit dhe rendit, e aq më pak reformën në drejtësi nuk është se e ka përmendur. Për shembull lëvizja e vendosje që është... Të shkruar edhe mund tjetë, por... Jo, as nuk është të shkruar. Për shembull tek lëvizja e vendosje tek programi tyre, lufta kundër korrupsionit nuk figuron fare, kështu që nuk është në raport ose në programin e tyre fare. E tek të tjerë, si është tek të tjerë? Po ashtu edhe tek të tjerët është një ngecje jashtëzakonisht e madhe, ku për shembull nuk është që ka ndonjë detajizim të madh në lidhje me këtë fushë, mirë për shembull që është edhe çështja e vettingut, ku çështja e vettingut përmendet tek asnjë parti tjetër, as te vendosja, as te PDK, as te AK, mirë po përmendet vetëm tek LDK, mirë po tek LDK përmendet vetëm tek policia, vettingu tek policia, mirë po jo në sistemin e drejtësisë, kështu që një gjë e tillë është jashtëzakonisht ashtu mund të themi që tash të presim se çka do të bëjnë ata kur të vinë në qeverisje, mirë po është jashtëzakonisht problematike sundimi i ligjit dhe
ashtu shtyrja përpara këtyre proceseve pa pas fillimisht një bazë ose një program fillestar që ti do të garosh në zgjedhje me të. Pse është problem të krijohet një prokurori e posaçme për ta luftuar korrupsionin? Shiko, politikanët e Kosovës e kanë dëgju që në Shqipëri është prokuria e posaçme, po s'pak se i thojnë edhe po kujtojnë që është tjetër. Të ne ka një prokuri speciale dhe është e njëjta. Pra është e njëjta, se edhe në opinion kështu, në publik, qytetarët po e kërkojnë një spak. Prokuri, madje ata prokuria e posaçme, apo spaku i Shqipërisë ka bashkëpunim shumë të mirë me prokurinë speciale të Kosovës. Dallimin mes prokurisë speciale të Kosovës dhe spakut është që spaku kur pe arreston zyrtarët e lartë politik, pe arreston dhe po këmgull që me qëndru në paraburgim deri sa të shpallet aktë gjykimi, deri sa të gjykohet kryet këtë procesit gjyqësor, ndërsa prokuria speciale jonja i ka ligjet ma tepër, ashtu si që në Bashkimin Evropian, nuk e merë, sidomos dëshme që zyrtarin e lartë publik me arrestu dhe me paraburgos, sepse janë arsyet e njëjta, me ekziston rreziku i ikjes, indikimin dëshmitare, këto elemente për mjën sa këto masën e paraburgimit, mirë po këto elemente mund sigurohen edhe me një vendim tjetër me masa alternative më të buta. Kjo është dallimin mes prokurisë tonës edhe spakut. Megjithanë disa... Për të qartë, ne kemi një spak. Ne kemi një spak, nëse i thojmë si prokuria speciale. Edhe kemi para Shqipërisë dhe mund të thëmë që kemi me njerëz më profesional. Po si është e mundur nëse kemi me njerëz më profesional, pra atje po shohim, shkojnë koka të mëdha në qeli, tek ne nuk po shkojnë. Po nuk e kemi po asë në vendim asë atje. Nuk e dim edhe atje, apo bëhen këto me urna politik, se opozita po thotë që për urdhën në dirama, nuk e dim... Po edhe njerëz nga radhët e Edi Ramës po shkojnë? Njerëz nga radhët e Edi Ramës po shkojnë, po nuk e dia po shkojnë ata që s'pe pëlqejnë Ramës, që pe dalin prej qefi. Të na nuk do që, të na nuk do një prokuri me arrestu dikam pësash me LDK, pësash me PDK, pësash me vendosin. Na, në Kosovë përgjithësisht... Atje po arrestohan për dyshime të mëdha, keq përdorimi, jo vetëm se cili minister, si në Kosovë, si në Shqipëri, si në Malzi, po flasë për vendet Balkanit, si në Serbi, dyshime në starë që të arrestohet është për pasuri milionëshe. Na që të po jetojmë, jo që po nëni në përmjetet informimit edhe organizata e qeveritare dini ma mirë, po henë si politikan me në 5.000 logari, kur për vjen deklarimin mandat, mrena mandatit për vjen miljansh, për shtrejtojt edhe toka e babs, për rritët lera. Të na bëlla nuk im, unë punoj privat, që pasë më zjetë. Duhet ishte kjo indikacioni mjaftueshëm që prokuroria speciale ex officio të se kime pa e denoncuar dikush. Pse atër nuk ndodhë? Ja zakonisht i mjaftueshëm, edhe hes ka nevoj, asë për bërët konfiskim pasurisë. As ka nevoj për agjensi tjera, qita policë dhe qita prokuror, veç me i ra prej që ujtë në Ferizan, për Mitrovic, për Podijev, shumë letë me ditë zërtarët shtetërorë, sidomos zërtarët politik, sa shpejt pasurohen. Bëhet president,